Gjibëni si jeni si më vitë, unë si shikoni kene pikë të sabaut, ora 11, vendosa të bëj një pasticcio. Makaronat të shikoni atje, kiman, mishi grirë do me thënë, e zjeva që nga dje në dark. Edhe kjo është besameli që bëra vetë, 1 litre e gjysmë qumësht, 7 lugë miell, 3 vezë i hodha pastaj, i hodha në qikë kefalograviera brenda djath, si quhet, edhe i hodha dhe në qikë moskokarido. Moskokarido si quhet shqip nuk e di, do ma thoni juve. Edhe i hodha, që i hodha edhe djathin e thashta edhe gjalp i hodha. E taj do fillojmë ta shtrojmë në makarona, kam hedhur një qikë djath brenda, kështu graviera, kefalograviera, ku du se qëfar ishte. Ta shtrojmë avash avash. Hodha gjysmat e makaronave dhe pak më shumë. Tani do hedh mishin e grirë, kiman do me thënë. Këto këtu janë biskotat që bëra dje. Kur t'i vi mbarnin, s'do t'a qoj dhe video. Ja kështu e hedhim të gjithë kimanën. Dhe vazhdojmë. E hodhëm be kiman dhe vazhdojmë me gjysmat e makaronave të tjera. Tani në kam zirë pak më shumë, nuk u bë gjithë, nuk o t'i hedh. Po që se besoj, jo. Tamam janë. Ja t'i hedhim dhe makaronat edhe më ngeli besameli. Dhe e mbyllim serialin me besamelin. Ja. Ua thashë për bërësit e besamelit, sa kjo është i hedhë, sa miell, e shtu tira i hedhë brenda. Ja ta shtroj mirë ta hapë, edhe ja dhe pasticua është gati. Do t'i hedhë pak djath për mbi të, që të pitjet të bëhet ashtu crunchy, si quhet. Ja bëj krac. Edhe shihemi për pak me përfundimin. Po më tregon dhe Nina fotografi, nuk e pret dhe aje të puna. Dale me prit, dale. Ja dhe pasticua është gati. Shikoni sa e mirë t'i doli. Në sy, pa tani në gojë, kur ta provojmë do t'u themi. E ja, mblodha dhe pak shtëpin. Ika tani, të bëj pak gimnastike dhe unë, që pasaj të ha pasticon me rehat të mos njem fajtore që henga shumë tani. Ja, ka kaloni një të djelë sa më të bukur. Ciao, ciao njerëz.